po bën ky i fundit? E kemi kapur bukur, fillojmë ta pikërisht tek ky PR i Aleksit sipas temave që kemi sot. Aleksi, zjarret, Riku, protesta, dhe fillojmë pikërisht me atë që mund quhet lajmi i javës, në sensin e lajmeve politike, se për mua lajmi i javës është zjarret që po djegin Shqipërinë. Flasim për politik, nuk mund të jetë zjarri lajmi politik. Lajmi politik në këtë rast Aleksi është. Që është Aleksi? Për shumë faktorë, për shumë arsye. Arsye e parë është që ky Rama, avokati Trumpit, është me Aleksin, ndërkohë që administrata i ka shpallur luftë Aleksit. Ky është fakt që i ka shpallur luftë administrata amerikane, si Aleksi, si fondacioni, si Agenda Swap, në Amerikë dhe në përbërë. Dikush thotë që asgjë s'po bën, janë kanë kështu. Se kuptojnë dot që bësh luftë me një fondacion të lishëm amerikan, ka ca ligje amerikane që ta bëjnë pamundur fuqinë e pushtetit kundër fondacionit. Njerëzit nuk e kuptojnë dot të thotë Amerikë në aspektin ligjor. Ti mund të jesh president, ti mund të jesh parlament, ti mund të jesh kongres, senat, çfarë mund të jesh. Ka ca gjykata, ka ca ligje, ka ca kushtetuta që garantojnë lirinë e veprimit që ti s'ke çfarë bën fare. Kjo e mban gjallë Amerikën dhe kjo është fati për botën, që Amerika pas ka qelluar me këto standarde, pra është e korrigjueshme nga brenda. Dhe në këtë logjik, në këtë formë, ne mund themi që fotografia e Ramës me Aleksorës dhe video përkatëse e skafit përkatës, ku ka një pretendim nga Qimpeka që thoshte në fund të skafit do të ishte Aleksi, se kam të konfirmuar, po dhe mund të ishte. Duhet kujtoj që Aleksi pritet të ishte, pasi çdo muaj gusht, çdo vit, Aleksi vjen në Shqipëri. Inspekton çiflikun e tij, pronat e tij. Çifliku i tij është një, quhet Shqipëria. Ky është gjithë çifliku i tij. Nuk ka një çiflik të caktuar në Himar, në Dhërmi. Gjithë Shqipëria është çifliku i tij. Dhe kur Rama jep tokat si CEO i kompanisë të Aleksit, kjo është Shqipëria. Kjo është kolonia. Kjo është kjo zonë. Dhe kur e thua, kjo puna e ndrifugës e PR-it dhe tjerë, është e qartë që ato fotografi, ato video i nxjerr vetë Aleksi, në fakt i nxjerr vetë ndrifuga. Pse? Sepse është shumë e rëndësishme të themi që një fotografi e Ramës me Aleksin sot ka të bëjë shumë me raportin e Ramës me Amerikën. Domos në moment që vjen ambasadori i ri. Në muajin gusht vjen edhe ambasadori dhe Aleksi. Pyetësh kush është ambasadori? Është Aleksi apo ambasadori? Pak është ambasadori i Amerikës. Aleksi nuk është më guvernatori i Shqipërisë si ambasadori i Amerikës. Është guvernatori i Shqipërisë si kolonia e Izraelit. Por nuk është më siç ishte dikur. Kur vinte Aleksi këtu, vinte si njeriu që shkel shtëpi bardh më shumë se çdo person tjetër. Ka thyer çdo rekord Aleksoros në historinë e shtëpisë bardh në 40 vitet e fundit. Si njeriu që ka vizituar si një person privat që merret me filantropi, që ka shkelur shtëpinë e bardh. Desa dhe trape këto. Dhe ardhi Aleksi në Shqipëri. Pritej, nuk ka asnjë lajm. Fotografia e Aleksit me Ramën është lajm. Pra prezantimi i Aleksit me Ramës bashkë, ky është lajm. Që Aleksi do vinte në Shqipëri, kjo s'kishte asnjë dyshim. Ka njerëz që mendojnë që Aleksi dhe Rama janë në mosmarrëveshje, në konflikt, sepse i ka ardhur koha Ramës që t'i për Aleksin. Ne kemi shpjeguar disa herë këtë podcast që njerëzit nuk e kuptojnë dot Sorosin, se nuk është aritmetik, është matematik kuantike. Duhet shumë informacion të kuptosh Sorosin. Nuk është kaq e thjeshtë. Gjithë njerëzit bëjnë si ekspert, natë mirë. Gjithë njerëzit bëjnë si ekspert në çështën e Sorosit dhe japin përfundime të tyre dhe është normale, çdo kush ka drejtën të ketë një opinion. Por unë që jam marrë vite me këtë punë, kam pas drejt ku kam thënë që në Soros po ndodh kjo apo do ndodh ajo, sepse atë e fushë e njoh shumë mirë. Dhe është e vërtetë që Soros ka një konflikt shumë të madh brendshëm, që shfaqet në marrëdhëniet e Ramës me palë Soros. Për ta bërë më thjesht, më shkurtimisht, fotografinë e Ramës me Sorosin, do të kujtoja faktin që në Soros ka 5 kryengrite botërore brenda Soros. Janë çfarë palët për shkak që të interesave të mëdha që luan në Europë, në Amerikë dhe kudo në botë. Pasi Soros i Aleksi përfaqëson establishmentin Clinton Obama në Partinë Demokratike Amerikane. Ndryshe nga babai, që përfaqëson të gjitha grupet. Kur ishte babai i Gjorgjit, babai i Aleksit, Gjorgji gjallë, se për mua ka vdekur që në 2023, kur ishte gjallë, ai ndërtoi një network që kontrollonte të gjitha aspektet, të gjitha krahat. Pra, vezët i shpërndajnë gjitha shportat. Dhe luante edhe këtë rinjt, edhe këtë vjetrit e Partisë Demokratike Amerikane. Luante këtë gjitha grupet e partive politike në Europë. Luante njëkohësisht të gjithë.
Dhe për këtë kishte grup njerëzish shumë të aftë që punonin këtë drejtje. Shqipërinë mbulonte Jonas Rori, bashkë me Kosovën, Serbinë, Maqedoninë, Malezi, ishte Jonas Rori që mbulonte. Që ishte një nga pikat kyçe të Sorosit në Partinë Demokratike Amerikane. Aktualisht Sorosi, i martuar me Uma Bedin, me lesbike dashnoren e familjes Clinton, e Hillary Clintonit, personi që është përgjegjës për gjithë skandalin e Clintonit në 2016, që i dolën gjithë emailët personale që i trajtonte gjithë pistiqet e botës në atë mënyrë krejtësisht pasigurt, ishte kjo sebebi që u zbuluan, për shkak të burrit saj pedofil, i cili u kap në pedofili, dhe duhet kujtoj që kjo lidhje ka shembull dhe ka qarë pikërisht në perandorinë liberale në botë, pika shumë të fortë. Kemi qarje të madhe brenda perandorisë liberale të krave që përplasen, siç kemi rastin e Partisë Demokratike Amerikane që lufta për pushtet, se kush do ta kontrollojë atë parti, i ka detyruar palët që të jenë agresive. Dhe në Soros ka shpërthyer kjo kurrëvitje e brendshme det midis Sorosit, ku në Shqipëri shfaqet kjo lufta Rama-Velie, shfaqet kjo raporti i Andi Dobrushit me Aleksorin që janë plani Rama, me të gjithë pakënaqërit e tjerë të njerëzve të Ron Velis në Fondacionin Soros, siç janë Remzilani, Piron Visha etj. etj. Dhe kjo luftë e palëve midis tyre do të reflektohet edhe ka fotografi ku kemi fytyrat vrëntura, ku i kemi parë gjithmonë duke tallur mendere me shqiptarët, qafë për qafe, ka dalë njësoj siç ka dalë Enver Hoxha me Miradim me atë Dushan Mugoshin që dalin kështu me një pamje kapur për qafe, si dy halabak, ashtu ka dalë Aleksi me Rama, dhe kemi thirrë fotot përbashkët vjet. I nxora bashkë parë vjet, i nxora bashkë edhe Aleksoris me Ramën në atë formë, edhe Dushan Mugoshin me Enver Hoxhën. Më fal, po nuk ishte një foto e tillë. Ishte një foto serioze. Palët ishte serioze, fytyrat ishte serioze, dhe aty ishte Andi Dobrushi, Aleksoris dhe Edi Rama. Kjo treshe, ja, respektet. Kjo treshe ishte shumë e rëndësishme për të dhënë një mesazh. Soros në Shqipëri po komunikon, është të pushtet, sepse tashmë është Izraeli, nuk është më Amerika. Kjo është shumë e rëndësishme. Ajo foto e Ramës, që ka dalë me Aleksorosin, po na thotë gjithëve që ne mund të kemi shpresë ka Amerika kundër Ramës, por Rama ka zgjuar këtë punë sepse ka Izraelin mbrapa dhe nuk jam ndjen që të shfaqet me Aleksorosin përballë ardhjes ambasadorit të ri amerikan. Pra, në këndvështrimin tim seltim, fotografia që është lajmi, është mesazh që konfirmon që Rama sot është në duart e Izraelit, ndaj dhe nuk ka frikë nga ardhja e ambasadorit të ri amerikan. Që është një informacion që i presin gjithë. Me idenë që Izraeli kontrollon Amerikën, pra do kontrollojë ambasadorin amerikan. Ky është mesazhi që unë mendoj se ka vënë ajo foto, dhe unë mendoj që ajo foto ka qenë një version i shoqëruar dhe me një lajm që mua më del tash i pavërtet, ose më saktë i pakonfirmuar, në kjo më saktë, sikur Aleksi pas ka takuar 150 protestues. Teknikisht takoi 150 protestues. Po shpen. Ata të mos ishin nga zhurmat. Tani pyetja ime është për ty, e kemi edhe nën titull avokat. Pse dikur ky Orbatej ti fshinte fotot, që i fshiu të gjitha, ne kemi bërë podcast. Dhe tani po ja tregon botës, sepse për mua dhe për ty vëlla, këtu i biem 100% dakord, kjo është një foto e nxjerrë me urdhër të Ramës. Nuk është se ka guxuar njeri të shkojë aty, se nuk rrezikon dot njeri për një foto aq shumë. Pse ndodh kjo, domethënë, tani ka kaluar në fazën nga bllofi, domethënë nga lojtarja, nga gjokatorja që donte me boz ai Milingona si krimbi që futet në përplasjen e elefantëve, ku donte të përdorte anti-Sorosin pro Trumpit, anti-Trump pro Soros, bënde të lojen duke futur Turqinë në Hakan Fidanin në X-in në Y-in gjithë në një tav. Dhe tani mos vallësh me këtë lloj, si thot shpenet, një lloj pompoziteti, një lloj arrogancë, domethënë ajo qëndrimi i Ramës është me atë gotën është arrogancë, domethënë mu çat trapi. Është fiks, po e pik të gotën se mu çat trapi, ajo fytyra e bezdisur. Pra i Rama ndjej i bezdisur. Ndërkaq doli edhe një lajm që nuk e kemi të konfirmuar është i vërtet apo jo, por që pretendonte dikur se Rama intimidohet me video seksuale dhe video tjera nga Sorosi, pra po e mban peng Aleksi. Tani
ky lloj ndryshimi nga fshehja e fotove në proklamimin hapur të fotove për ta bërë pjesë të diskurit publik, pra fotoa është lajmi më i rëndësishëm i javës, që zjarret që nuk janë politike, po politikisht edhe veti është fotoja më e rëndësishme e javës. Apo mos po i bën tani blof edhe është në atë fazën që është pozicionuar komplet pro zionizmit dhe i ka shpatur luftë Amerikës zyrtare? Unë do ta interpretoj kështu këtë pjesën e analizës që bëre me foton e fshehur dhe foton e dukshme. Pra, mënyra se si në një moment fshihen pastaj shfaqen. Do kujtoj që Aleksi në një operacion PR të Ramës në Washington Shpinën e Bardhë, që Rama të dilte si një person që nuk ka lidhje me Sorosin në kuptimin e varësisë, por është i lidhur me familje kushte. Dhe për këtë Richard Grenell, Michael Granoff punuan fort në 2025-ën që Rama të ishte në darkën e J.D. Vance në Mini. Dhe kur u përzu nga darka, pra nuk ju anullua ftesa që kishte marrë, të lobuar nga Richard Grenell, dhe ftesa u anulluar me një telefonat nga shtëpia e Bardhë, tha ky njeri nuk duhet futet aty, sepse ky është i kësaj familje Soros, ky nuk hyn ke miqtë e Amerikës, sepse darka ishte për miqtë e Amerikës. Në atë moment Rama e mori mesazhin që nuk ka shpëtim, sepse kur të vjen ky mesazh nga shtëpia e Bardhë do thotë që ti je në listë e zezëve, ti nuk puq më. Dhe në këtë lloj kuptimi, fotografitë që zhduku Alex Soros një javë para se të merrte ftesën e Tiranës, para se të anullojë ftesën e Tiranës, u detyrua që pas 3 ditësh Aleksi të ripostonte dhe të thoshte, deklaronte publikisht, hapur, që po i rikthej fotot për shkak se nuk ka kuptim të mbaj më të bllokuara. Me idenë që u dështoi ky operacion. Dhe kjo diskretonte që gjithë kjo skenar i Ramës në Muni ishte përgatitur bashkë me familjen Soros. Që Rama të mbijetonte, pra pasuria e Sorosit të menaxhojë nga drejtori i saj në Shqipëri Edi Rama, që është vetë Shqipëria, si pasuri, dhe për këtë investoi që kishte kontroll situatën me amerikanët, si një njeri i familjes kushte, që i ka dhënë në Shqipërinë kushterit për të bërë Sazarin e kështu me radhë. Në atë moment Rama është detyruar që të shpëtojë një procedurë 15 vjeçare në vetëm një vit. Një procedurë që zgjaste 15 vjet të shpopullimit të Shqipërisë nga shqiptarët dhe të rezervimit tyre me skrevë nga Azia Juglindore, për të cilët më së fundi koloninë e Çufove me qindra mijë kolon, u shpëtua për shkak se nuk kishte më alternativë tjetër përveç se të shfaqej në Amerikë si koloni e Izraelit. Pra, a mund të sulmojë Amerika një koloni të Izraelit? Jo. Alex Soros mund mos vinte në Shqipëri të vit. Nuk do bëj asgjë. Mund mos vinte. Po sikur ky të jetë në lojën që është duke përdorur Izraelin për vetëmbrojtje, dhe në momentin që ky, më thënë, do detyrohet të tërhiqet nga të gjitha vendimet me VKM që ka bërë në favor të Izraelit, duke i dhënë bazën e Pashalimanit, që është bazë e cila kontrollohet nga NATO për në survejimin e Turqisë, po prap Sazanin që është bazë e NATO strategjike dhe është po prap në survejimin e Turqisë si fuqia më e madhe dhe është, e thënë nga Trumpi tani, është shteti i cili do survejojë gjithë hemisferën e Ballkanit perëndimor nën petkun e NATO-s. Mos vallë domethënë ky e ka fundin aq keq sa është duke përdorur edhe një perandori të skeqes, siç është perandoria e Bibi Netanyahut me zionizmin. Pikërisht atë po shpjegoj. Është duke bërë atë orvatin e fundit që mund të bëjë një viktime e cila është kapur në çark, pra po bën orvatin e fundit që t'i vi vdekja, nuk e di domethënë, t'i vi vdekja shumë shpejt se mbase nuk e do agonin ky tipi, do të shohë agoninë të tjerët, po jo të vetja. Është e imja kjo, mos të merr 100%, është thjesht shambin Muhamedja. Tash unë shoh kështu që Aleksi në foto do ditë se s'bën me Ram. Po të vinte në Shqipëri. Sepse në një formë apo në një tjetër dikush do nxjerrë atë. Pse do nxjerrë dikush atë? Do nxjerrë dikush atë lajm sepse është qartë, por në Shqipëri dikush do ta shoh. Tashmë nuk është i ftuar në Mima. Dhe në këtyre raste, nëse do vish e nxjerr ti me një foto s'ta nxjerrin tjerët. Pra kur ti di që do fotojë të dali, e nxjerr vetë. Aleksi personalisht unë nuk mendoj se është aq inteligjent për gjithë që them unë. Janë tjerë persona që menaxhojnë këto situata.
Unë me sa kam njohur Aleksin, nga gjithë që kam lexuar, është një djalë idiot, mediokër, i nivelit shumë të ulët, që s'ka si lidhje me nivelin e lartë të malignitetit, inteligjencë që ka operatori e ndyrë e Sorosit, dhe kur krahasoj Jonas Rolet të pushuar nga puna nga Aleksi me Aleksin, qesh për vete se them sa mirë, Zoti i bën ca punë që bukur, sa vjen një idiot si Aleksin kryet fondacionit dhe largon një mendje diabolike që ka shpopulluar gjithë Shqipërinë. Që është Jonas Rolet. Është ky që ka ndërtuar gjithë skenarin e shpopullimit dhe ripopullimit. Dhe ka përdorur një nga trut më diabolik profesional në botë për këtë fushë, që është Ricardo Hausmann. Tani gjithë lloj mekanizmi, gjithë lloj logjike, unë them, po të vi në Shqipëri, foto do dalë. Derisa foto do dalë, e nxjerr vetë. Këtë ka nxjerr Rama me Endri Fugën. Pra, kjo është foto e nxjerr nga Rama. Pse? Sepse kjo foto vërteton plotësisht raportin e Ramës me Aleksin, njëkohësisht edhe me Izraelin. Pra, kjo është foto që bën lidhjen midis dy poleve më të fuqishme në botë të fuqisë izraelite apo të çufave në planet. Që është familja Rothschild, që ka edhe të majtën e Sorosit, edhe djathtën e Bibit. Kjo skem, kjo trekëndësh i Bermudës, që po gëlltit Shqipërinë, në rastin konkret merr dy kuptime. Nga një anë që ne kemi Ramën, që është me Bibin, dhe kjo duket këtë gjitha projektet, marrëveshjet, gjithë Fazani, Zvërneci, do ketë shumë gjë që do shpjegojmë sot edhe Karavastan, edhe shumë të tjera, edhe shumë siç është Sorriku që e thamë, shumë tjera. Dhe nga ana tjetër që është më e rëndësishme nga të gjitha, e ka edhe me Izraelin, po e ka edhe me mafien Soros, që do thotë me të majtën ndërkombëtare. Dhe kjo është pikë shumë e rëndësishme. Ka të bëjë me establishmentin demokrat amerikan. Ku Alex Soros është ai që e kontrollon një grup caktuar brenda Partisë Demokratike Amerikane, që është establishmenti Clinton-Obama, establishmenti i vjetër. Pasi Aleksi është përfaqësues i tyre. Dhe siç e tha, kur do perandori i perandorisë së Sorosit, që a mori me grushteti i familjes, vendimin e Clinton-Obamës, ai deklaroi, unë kam si babai, unë jam shumë politik. Çfarë do thotë kjo? Unë nuk jam si babai, unë jam shumë politik. Kjo janë fjalët e Aleksit kur bë perandori Soros. Apo më saktë, dom padrinë i ri gay i një mafie kaq të vjetër, kaq fuqishme në botën perëndimore dhe lindore, pikërisht për shkak të rolit saj që ka pas si kontraktori i CIA-s dhe ktheu CIA në instrument vetin, jo CIA këtë në instrument saj. Do kujtoj që perandoria e Soros para Aleksit ishte një perandori që kontrollonte të gjitha krahët dhe lëvizte të gjitha krahët, duke qenë neutrale në dukje dhe shumë aktive në veprim. Çdo thotë neutrale në dukje. Pra mbante mirë edhe në Institutin Republikan Amerikan, që jepte financim Sorosi, edhe në Institutin Demokratik Amerikan, që jepte financim Sorosi. Kape pak lojë në Amerikë që ta pastaj ta kthejnë në Evropë. Financonte edhe demokratët, edhe republikanët. Kë republikan? Republikanët anti-Trump. Pasi Instituti Republikan Amerikan ka qenë gjithë kontroll të anti-trumpizmit. Kthehemi në Evropë. Financonte edhe Friedrich Ebert Stiftung të socialdemokratëve gjerman, edhe Konrad Adenauer kishte raporte me të. Dhe po të guxohet të thjesht për Sorosit, para Konrad Adenauer ti futesh në listën e zezë dhe listën e kuqe, si ta kishe. Pasi në listën e jeshile. Dhe kjo përcaktonte edhe raportet politike të tyre në Shqipëri. Dhe në këtë lloj kuptimi, Sorosi si familje ishte një familje që kontrollonte të gjitha krahët e politikës. Alex Sorosi vjen me frym kretra fondacion. Vazhdon gjithçka që ka nisur fondacioni, por e fokuson në objektiva më konkret për të riafirmuar rolin e tij si perandori i ri. Pra, dikush që nuk është anonim, po është i dukshëm, është i rëndësishëm dhe ka role politike në botë. Duke qenë se ai nuk bën dot atë që bëri Jati, siç bëri me Bankën e Anglisë, por të bëri famshëm, që faktikisht Banka e Anglisë e kam shpjeguar, City of London and Bank of England, s'kishte shansën dot i George Soros me qenë spekulanti që i godiste. Po të mos ishte vetë familja Rothschild me mekanizmat burokratik për të shkatruar sistemin e shkresës mesme konservatore në pushtet në atë kohë, duke shkatruar pikërisht fondin e garancisë me kreditit dhe u bë goditja e Bank of England.